nga anët tona, kemi patë shprehen që luj vendit, thoshim, kur thoshe në i gjatë madhe, luj vendit, mos kuj gjorat mëdhaja edhe rrinë shtrirë. Vrajan ka shkuar, luj nga vendit. Ato që po themi është një nga personat e trinijës që ka qenë në përjetësi me atin dhe frymën e shenjtë Biri, është bërë mish. Pra është futur si thuash në hapësirën tonë. Kjo nuk është gjë e vogël, me thënë drejtën më thënë, që duket si është gjë shumë e madhe. Njerë kur e them edhe mund ta marrësh si të më qenë jo pse duhet ta besojmë. Kjo është e vështirë. Kjo është mrekullia e Krishtlindjes edhe më e pa imagjinueshme, me thënë drejtën, më e befasueshme. Edhe shumë e madhe. Pra në qoftë se ka ndodhur, që unë besoj se ka ndodhur, kjo gjë që Perëndia na ka vizituar në si njeri, pra është bërë njeri, kjo i jep kuptim, shumë dikush thoshte që janë si menteshat e historisë. I jep këtë tjetër kuptim historisë njerëzore. Pra ne nuk jemi këtu duke u endur në kotësi. Pra ne na ka vizituar Perëndia.